të shikosh, njerëzimi ka arritur në çështjen e mendimit, ka arrit nivele jo të vogla për hir të vërtetës. Mirë po, problemi ka qenë se mendja, e cila kultivon këtë mendim, u morë si çështje superiore për të gjykuar ekzistencën. Në konceptin fetar, mendja është pjesë e qenjes, nuk është mbi qenjen. Edhe kjo thotë është diferenca e cila duhet bërë sot. Pse e thash këtë? Që edhe çështjet e vlerës. Vlerat janë për tej kufive të kësaj bote. Se për ndryshe kur thot Begoviçi, çfarë e mushullon një nën, të cilit i vdes djali i vetëm aksidentalisht. Edhe shkon hoxha, shkon fetari dhe e këshillon për përmbajtje dhe të mendoj mirë edhe në një situatë të tillë se Zoti ka caktuar për të. Vlerat janë për tej kufive të kësaj bote. Në qoftë se ne tani nisemi nga besimi që është besimi në Zotin, por unë desha të thoja besuarit në të padukshmen, në botën tjetër më saktë, ndryshon raporti. Kjo botë merr për masa tjera komplet. Sepse kjo botë pastaj është peng e atyre njerëzve të cilët e masin me atë fundore, me atë që thashëm problemi që ku është problemi, sepse ne kemi absolutizuar të përkohshmen dhe kemi relativizuar. A ekziston a nuk ekziston Zoti? A ekziston a nuk ekziston bota tjetër? Pa nuk. Nuk sjell gjë.